Po sepse historianët tanë vazhdojnë shojnë me sytë e politikës tu, duhet shkosh njerë Liban edhe ta lexosh situatën. Liban larg është. Unë këtë e kam kuptuar kur kam shkuar në Liban dhe kur kam shkuar në Siri. Interpretimin mbi bashkëtesën tonë fetare në Shkodër, mua më ka dhënë më së miri nga një nga klerikët më të rëndësishëm shqiptar musliman në atje. Indjerive Bigavoçi. Djetari i njohur në botë. Po, unë e kam pas mik. I shkoja në shtëpi, sa herë shkoja se ishte i vjetër në të. Edhe ai jepte interpretimin atje. Dhe thoshte duke ruajtur besimin, sigurisht që ai nuk kuptonte besimin islam, por edhe besimet e tjera, ju jeni duke ruajtur shqiptarinë. Këtë e thoshe një njeri që kishte lindur në Shkodër, kishte ikur në lindjen e mesme bashkë me gjithë familjen, ishte bërë dikush i ai bashkë me të vllajën në gjithë botën e lindjes mesme dhe prap ruante identifikimin e qëndrit fetar, por edhe të qëndrit kombëtar nëpërmjet gjuhës dhe nëpërmjet besimit. Cili duhet jetë roli i institucioneve tona shkencore, pasi që i përmende historianët? Të thellohen dhe të mos gjykojnë me sytë e politikës ditës. Mund të vi sot të më tregoj mua, sado i mirë qoftë, sado shkencëtar qoftë, dikush që do vi nga Harvardi ose nga Oxfordi të më tregoj mua realitetin e vendit tim. Për një arsye shumë thjeshtë. Sepse është e pamundur, ai duhet të mësoj nga ne. Eksperienca mua më ka mësuar, siç thoshte Andreoti i madh, eksperienca është shumatorja e sa herë ta kanë futur në jetë. Pra, është bashkimi. Ashtu thoshta. Është bashkimi i jetë, bashkimi i gjërave që të kanë ndodhur në jetë. Kjo është eksperienca. Nuk mund vi dikush edhe të më thot mua se çfarë është bashkëtesa fetare kur ne jemi produkti bashkëtesës fetare. Do shta dikush edhe dëshiron ta prish. Po sigurisht ka shumë faktorë që duhet ta prish. Unë kam pasur një përplasje në kohë kur kam qenë kryetar para 21 vjetësh me ambasadoren amerikane në Tiranë për shkak të dëshmitarëve të Jehovait. Do bëj një përplasje jo e vogël në atë kohë. Kryeministri Fatosnano, fal Zotit, mbajti anën time sepse e kuptonte këtë gjë mirë, domethënë. Por pastaj dhe amerikanët u qartësuan me qëndrimin tonë që kishim në raport me këtë gjë. Qëndrimi jonë ishte ne duhet jemi sa më transparent dhe të ruajmë bashkëtesën me bashkësitë e mëdha fetare. Nuk mund të themi që kjo është një gjë ekskluzive dhe duhet ruajtur sepse kështu bëhet në Amerikë. Do shohim kontekstin se ku jetojmë. Dhe sot ata besimtar të Jehovait që janë në Shqipëri, ata paksa janë, jetojnë një gjë shumë të qetë me bashkësitë e tjera fetare, sepse Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, po më tej dhe marrëveshjet me bashkësitë fetare, e kanë bërë të mundur krijimin dhe leximin e një realiteti të ri